gjithë këtë situatë që ne po diskutojmë nga pikpamja e politikës ndërkombëtare, pra me daljen e aktorëve të rinj, i ngjan pak a shumë asaj familje, familja madhe ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilin kanë pas disa fëmijë, të cilët tashmë janë rritur, edhe nuk duhet përmend një shprehje që përdorin shqiptarët kur rritet fëmia, po dhe çfarë sjell më pas, por në fakt të gjithë këto shtete që ishin aleate të vogla apo të paprofillshme, duke qenë në hijen e këtyre vendeve të mëdha për një periudhë që nga lufta ftohtë deri pas viteve 90, tashmë janë rritur, kur them rritja në pikpamje figurative politikisht, diplomatikisht, ushtarakisht, ekonomikisht, dhe natyrisht ashtu si një familje kur 2 fëmijë rriten, mbushin moshën 18 vjeç, fillojnë të kenë kërkesa të tjera. Dhe ky moment në marrëdhëniet ndërkombëtare vjen një ditë, dhe kjo ka krijuar këtë çorganizim të organizuar, siç thoshte një prej teoricienëve të marrëdhënieve ndërkombëtare një artikull tek Foreign Affairs